Në 2021 është regjistruar procedimi penal për sa i përket dosjes së Arubës, takimi i famshëm i Arubës, e po në anën tjetër kemi edhe hetimin për grupin e Eldizdarit, Dritan Gjikës, Salvador Aliut, një grup tjetër shumë i fuqishëm që dëgjuan dhe në insert për investimet e tyre në temin në shumë marramëndse në territorin shqiptar dhe kryesisht në ato vende të cilat konsiderohen edhe strategjike, pra me sa duket në të dy dosjet të cilat ne kemi mundur të shohim kohët e fundit, ku përfshihet Artur Sheu, vëllezrit Koçeku, Ilir Shtufi e të tjerë me radhë dhe ndërtues, pra të ndërtuar me botën ndërtimore dhe botën e krimit. Kemi parë që vlerat e tyre të investuara në vendin tonë janë marramendse dhe janë kryesisht kullat dhe resortet. Havari. Tani, kishë menduar ndonjëherë që grupet kriminale shqiptare, nëse ju sillni në kujtesën tuaj grupet e para kriminale të formuara në Shqipëri gjatë viteve 1997, e cila kulmoi me krijimin e grupeve kriminale, pra ju lanë në dorë atyre armët, të arrinin deri në këtë pikë, sa që ndoshta të ndikonin shumë fuqishëm në ekonominë e tregut shqiptar. Në fakt, pas goditjes së shtetit, nga vetë autori, si thosh, bërë një vetë shkatërim në Sali Berisha, sepse mund të dorëzonte fare mirë, po t'ishte ai demokrati mirë filt, ai kuptoi që fryma e majt ishte në avancim, sepse ishte shpejte, nuk mund të realizosh gjitha premtimet e tij në 4 vjet, kur vije nga një vend i provambetur, me problemet të ekonomike, ku diskutoi buka e gojës, radhat e vajgurit e tjera. Dhe populli mendoi që për 4 vjet do hani me Luk Floriri, si në 45-ën, kur thoshte Enver Hoxha. Çeku i bardhë. U bë një mbledhje atje në Dukat në fshatin tim dhe erdhi një i deleguar nga Tirana dhe i tha, ne do ham me Luk Floriri dhe një i zgjuar aty, tha, mor po na lini këto druri se mirë i kemi. Ai dëgjoi, tha, çfarë tha i shoku? Ai ja priti, i tha që po thot kur do shpëtojmë nga lukët e drurit. E rregulloi më drejt deri. Ndreqe Oxhelo i tha se po. Edhe kjo punë nuk ndodh me Luk Floriri, e majta dhe gjithë populli sigurisht. Edhe diktatori Sali Berisha nuk mund të pranojë dot humbjen, sepse komunistët kanë kështu, pushteti merret me pushk, dorëzohet me pushk. E kanë lejt motiv. S'ka shans ndryshe. Ndaj e zbatoi të gjë. Me pushk, po nuk e mbajti dot. Veç krijoi një kaos të madh shqiptar, shkatërim total të shoqërisë shqiptare. Armë, të fëmijëve, të rrugët, ekonomia, të gjitha në botë, u bëm gazi botës, vend i problemet më dha e tjera. Tani, unë kam qenë fiks në atë kohë, ishte fillimi. Biles mund të quaj unë në atë kohë organizatë strukturuar kriminale. Ishin të vogla, për arsye të rëndomta, s'bëj fjalë tani për biznese, unë jam çik më i madh, nuk kam idenë avokatis sa ka qenë atë kohë, por unë po them nga eksperjenca ime, edhe kur kam qenë drejtor Tirane, kanë qenë gjëra të vogla, nuk ka patur nga ato lloj situata. Kishin filluar në fakt, edhe sa baranga që u aprisha unë atë kohë, ishte drejtori i përgjithshëm, drejtori i drejtorisë përgjithshme policisë ndërtimi, që doli dje në protestë që ma grabit si Mredhi Lakuriq, grabiti në teori, edhe sigurisht kam nxjerrë nga fyti, nga kapzeri që i thonë në një luftë të madhe, po mërëm një muaj aty një aktor aty, nxorë një realitet të hidhur, të tjerë, të turpshëm, sepse burri po mbriti të grabis kontribute i bën që të gjitha. Bajni mend të Hamitat Avari. Kjo skat e famshme i keni shembur ju në Tiranë? Sigurisht, dhe askush tjetër. Ishte vendimi juaj dhe guximi juaj? Ishte vendimi kryeministit që është në Burg, Ilir Meta. Dhe unë isha zbatuesi sepse ma jepte detyra. Kur na mlodhi në qeveri Ilir Meta, gjithë ministrat totali që të terrorizuar, se aty ishin 3-4 bandita, 5, të gjithë mitë të këtij kanë qenë, shumicë e tyre. Edhe përpara se të fillonte takimi në orën 7, më thiri mua përpara. Më tha, ore komandanta, se shikoj se është operacioni i madh, ti e more lehtë. Se është histori, po zgjatë, na kalojnë minutat. Duhet të jenë rentabël. I thash, akoma e diskuton këtë gjë? Jo, thashe. Ndërkohë ndava nga ai dhe u takova përballë me mbretin. Në Algjesin. Më tha, është take tuke ky, tha, nga trut? Qa thua më i thash, nuk thua shqipqy që vendosi. Në shtatu bëm ledhja. Ilir Meta bori hyrjen, drejtori tha, komandanti që më thoshte, Hamitat Avari, drejtori e operacion, se ma jepte detyra funksionale. Ky ishte kryetar bashkie, nuk e kishte ky unë e kishte shteti përsi ndërtimit, e kishte Ministria e Ndërtimit.
S'kishte lidhje me bashkinë fare. Zotëri absurdi, po ai ka gjetur mendje të qorre, ignorante. Dhe si i lik kjo është, njëri i lik në shpirt, likësirë e gjallë. Edi Rama, je likësirë e gjallë. Të betohat. Je buri dobet shumë, 2 metra. Të merje djerë se kam punuar atje, me bandat që përplasësh atje. Turp të vi, të rjedhën të mbash të koris. U bëm ledhje dhe ndërhyri një aty, i biri një antarit brez politike, që ka deklaruar në 90 kur ikën në ata, me ambasada, ata që janë një shqitje e komit. Se ka thënë Kadere e shkret, ja faturuan këta. Kadere s'ka qenë fare në takim, ka qenë s'kënë një gjiroshi me shok. Ja ka në video, nuk e japi, se dalin figurat komplementuare që të gjithë. Dhe më tha, si kur të lëmë dy, tha, Ram Gecin, oligarkun nga Tropoja, dhe Ledi Dajanën, që është miku këti. I thash, unë nuk bëj selektive në sytë popullit, o të gjitha osë një. Ilimeta Qeshi, po dora ishte ky, ishe ti, se Ilir zguxon dhe Ilir Gjoni, dhe ti, mik, si që bërë me Lamallari, me Ministre Brëndshëm, që tha ke qënë në Beograd dhe ke ngritu zëni që Kosova t'ishe shtetë më vete. Fjala e ishte fut sapuni, ombret, ishi fuqit e mëdha gjigande, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Si i tha Vučići Ramush Haradinaj? Ramush tha për pushtet tua dhe ta shimit ta, po çfarë do bënin atë sa avion që erën andej për te detit. O mik. Dhe i ka bërë gjëra me duart e botës, i ka nxjerrë gështënja me duart e botës. Po t'ishte ashtu, s'do më thoshte mua të më drejtori mua Ilir Gjoni, të më thoshte mua që këtu, mos i prishim dy, tha, një nga PD-ja tha, një nga PS-ja. PD-ja ishte Rama dhe PS-ja ishte Dajana. Ledi Daja. Dakor? Ju e din, ashtë. S'pa përmend emrin se jam përplasur njëherë me të dhe hajt, le të jetë atje ku është punë e tij. Kështu që me qenë i thoshte këtij apo jo? Po më drejtua se unë kisha detyrë, unë do e bëja. I thash unë s'bëj ndërhyrje me diferenca. Ilir më tha buzëqeshi, mbledhja u mbyll, të nesmen mi tha të vari miku juve këtu në tavolinë, filloi operacioni. Dhe për pak ditë i dhash drejtim. Ministri i Brendshëm ishte ky Gjoni, ministri i Mbrojtjes ishte, më duket, Paneli Majko. Mbrojtja do merrej me heqjen e ineteve, kurse Brendshëm do mbështesë me policinë që kisha qenë drejtor, dhe ashtu ndodhi. Kurse bashkia tha, do merrej me rregullimin të mbjell balin e shis. Se ata kishin më fakir, ku kishte ti forca? Ku kishte ti forca për të prishur, për të gënjur opinionin, për të turpruar veten, O, vajte 62 vjeçor, nuk të vjen zorë, si të vjen zorë, amik. Si s'dore njërë të thuash të kroj ndjes. Kishte të forta të Ravari që se po flisim për nisjen e grupeve kriminale dhe krahasimin me grupet sot? Jo, unë kam eksperiencë në Beratit, që Ferdinand Dervishi, gazetar, e dini ju, e njihni. Patjetër, ka pasur në emision. Altin Dardha. Po e ftoi Blendi Fevziu edhe kishte bërë një libër Altin Dardha Ferdinandi, ka mik se Ferdinandi ka filluar me mua këtë karrierën, ai gazetar dhe unë isha drejtor policie. E një shpejt Ferdinandi djali i mirë. I tha Blendi Gonxhe, Blendi Fevziu. Po si u bë me bandat pastaj? Erdhi mi Tatavari dhe i shtypi tha. Dhe mbaroi historia. Në Shkodër kanë qenë çikto që organizuar, në Tiranë ku kam ardhur, nuk është se kam gjetur në i farë bande, me thënë të drejtën. Sigurisht, grupet kriminale funksiononin kështu, underground, ju e dini. Po kështu, bandat organizuara, jo, nuk ishte. Këto kanë filluar vonë. Terenin, shtratin e oligarkëve ka filluar që te PD-ja, po njeriu pastaj që mendoi që do mbi te Palma, nuk kujtohet do në bënë rrugën e Floridas, me ato palmat ju argjon sa milion, sa mi... 400 euro një palë. 400 euro, sepse shiko këta në studion e agronom, që merë me këto fushat, që kjo palma është e përshtatshme ajri e tjera, dhe ato u shkatruan ato miliona dhe ikën i pagoj, po ndërkohë mjerimi vazhdon, s'kam bukë për darë. Ne i palm tek tuk ndeti, se unë e mbaj mend, se këtu Sa bukur e ironia jote është shumë shpatit se i dashur Andi. Është shumë fyse për më thoni. Jo, nuk e kisha fare për fyrje, nuk isha fare për fyrje, unë Jo, më se kishte ti. Jo, se ka për mua. Kam për arkitektin që do mille Palma për të bërë Floridan.
Në rrugë të Rinasit. Nuk e di 1.6 milion euro ka qenë ai tenderi kanë përshtypjen që Vlla mos u lot fare 400 euro një palmë ishte. Ja më e thot 400 euro një palmë. Do Pyetja është domethënë kur u bën, sa mbijetuan dhe si u prishën. Mbajti kush përgjegjësi? Se ata nuk i nxorën nga xhepi ato lekët, i morën e treve, mor zotri. 3 edhe 333 edhe 3333 shqiptarëve që u marrën nga taksat. Ka që Të bjell 2017-ën, Pema ka jetë gjatësi, në 2025 në shkullën. Pyetja që un kam për ju avokat dhe do rikthehem sërish te ky avari për diskutuar për çështjen e grupeve kriminale, nga pikpamja ligjore dhe juridike, përse u vonuan kaq shumë të dosje dhe 2 grupet më të fuqishme kriminale që kishin parë në historinë e Shqipërisë, për kaq sa ne kemi parë nga SkyCC, u goditën pikërisht në kohën e protestave. Do lidhet diçka logjika apo koincidencë nga ana SPAK? Tani, do që të bëj analizën e një personi i cili do që ta shikoj vetëm SPAK-un, ta bëj shumë kollaj, sepse aty i shikon në të dyja aspektet e jetës. A mund të mi bësh të dyja, apo nuk bën të dyja? Ti them të dyja, dy gjë. Juridikisht, kjo çështje është evonuar, shumë evonuar, jashtë çdo lloj proceduraliteti, sepse me ligj, një procedurë hetimore nga ana e SPAK-ut nuk mund të zgjasë më shumë se 2 vjet, në raste shumë të rralla 3 vjet. Dhe me arsyetim të veçantë. Dosja e Arubës, historia ka ndodhur në 2019-ën, dosja e Arubës është regjistruar në fund të 2021-shit, po të marrë 2022 si datë fillimi, teorikisht do duhet kishte përfunduar në 2024 për të shkuar në gjykat, po ta bëj zi fare 2025. Po ta shtoj dhe atë 1 vjet. Në qoftë se këtu jetë e motë të kam thënë, ne kemi një reformë në drejtësi ose një sistem të drejtësisë të nevojshëm për kundrejt asaj që kemi pasur. Pra një reformë e cila ka pas një domosdoshmëri për të origjineruar nga përbrenda, po jo të ne të shkonim në keq. Pra ishim keq, shkonim keq e më keq, po ishim keq, shkonim diçka më mirë, se mirë nuk ka kur kundi. Perfekt nuk ka. S'ka sistem perfekt drejtësie. Unë mendoj domethënë që në shumë raste ne kemi pasur një drejtësi me regji. Kuptimin e plot fjalës me regji. Dhe kjo çështje e zvërnetësit unë e shikoj të tillë. Regjin kush e bën? Kryeministri? Kryeministri ose faktori ndërkombëtar, ai që është mbështet si kryesor i SPAK-ut në rastin konkret dhe i drejtësisë në tërësinë e vet. Më lejon të bëj një pyetje? Po e dy. Pyetja ime është kjo. Meqense u thoni që mund të jenë dhe çështje ndërkombëtarësh. A mos ndoshta në këtë dosje të SPAK-ut ka emra aq të mëdhenj të politikës, sa që unë rikthehem tek një pyetje që bëri Këshilli i Lartë i Prokurorisë kur zgjodhi kreun e SPAK-ut, që edhe në rast se do kishte destabilitet të vendit, ju do vazhdonit me hetimet. A mos ndoshta këtë dosje përmbajnë aq të fortë brenda që mund të shkaktojnë ndoshta një lloj kaosi në vend, dhe këta janë detyruar që për të bëjnë fraksione, të ndajnë emra, të godasin një pjesë, të godasin një vend. Më lejo 1 minutë këtu, edhe këtë e kam shumë për ata që na ndjekin. Shikoj, ne nuk jemi kërthizë e botës. Pjesa më e madhe e Europës dhe Amerika atje ku neve gjoja kacaviremi për të na parë ata. Ne mendojmë se jemi ata faktor strategjik për ata. Ata nuk besoj se na kanë ndarë ne. Tek ne shikojnë thjesht një lloj stabiliteti. Stabilokraci. Stabilitet o vëllai. Pak rëndësi ka. Këtu nuk përkthehet, jo domosdoshmë duhet përkthehet në demokraci. Pra, nuk besoj domethënë që Mercit në Gjermani apo Trumpin në Amerikë i intereson nëse në Shqipëri ka demokraci apo jo. Mjafton që është vend i qëndrueshëm, le të themi politikisht. Është politikisht i qëndrueshëm. Okej. Sepse nuk besoj domethënë që i krijon problem një vend me 2 milion banor. Problemi therrësia e kësaj historie, këtij koncepti është fakti që ne po të kishim vuajtur për stabilitet, mbani me Enveroxhën. Se o ka pas stabilitet koha e diktaturës, ose nuk di domethënë. Ktu nuk lëvizte asgjë. Konstant 45 vjet. Ashtu. Pra, ky popull ka vuajtur për demokraci, jo për stabilitet në vetvete. Unë kam frikë domethënë që Europa nuk dua t'i shikoj pain in the ass, po ta bëj domethënë në Shqip tingëllon shumë keq. Pak vështirësi. Nuk du me, hajde më mos na çaj kokën dhe këta domethënë këta shqiptarë që parasysh nuk po rrim po merren me këta, mjaft që të jenë aty në një lloj stagnacioni. Dhe vetëm kur për ata është interes turbullimi i ujit, i lumit, i liçenit apo i detit, atëherë ata fusin historira të këtij tipi. Unë nuk besoj
që 20 prokurorët e SPAK-ut, nga të cilët një pjesë e madhe ti e di fort mirë që kanë mbaruar me mua dhe i njoh mirë për guximin, profesionalizmin apo edhe për mefshtësinë, po do thuash ti. Që kanë, që ata bëhen luener ose tigra në një moment caktuar dhe bëhen lepuj në një moment tjetër të caktuar. I imponon shkaku, mënyra, dosja të cilën ata kanë në dorë. Dosja e Arubës, se tu ka dhe dobislak, që është truk juridik, procedurial. Herën e kaluar të thash, në një pikë fare, lësh një tokë fjalësh që thotë, këta janë takuar, 1, 2, 3, 4, 5, dhe bashkë me këta kanë qenë prezencë të funksionar shtetëror, dhe aty mbaron të fjalia. Aty mbaron të fjalia. Një prokuror, Andi, nuk e bën kur një gjë të tillë. Një shkupti. Nxjerr emrin, pra kush ka qenë, Mithat Avari, Leonard Karaj, ky funksionari, ose e thot këtë fjali dhe e kalon në, si thuash, me fraksion dosje. Dosja për këtë vazhdon në hetime sipër. Mos është ndonjë penduar ky që SPAK-u bën ato manovra si gjithmonë për të penduarit? Është fraksioni. E mbaj litarin për jashta në derën e të varurit, i thonë atij muhabeti. Pra, është si puna sa historisë që shpjegova te Xibraka, që në dosje shkruheshe 45 vjeç me kapele, me syze që mund t'i ngjajë Olsi Ramës, po nuk di ma është Olsi Rama. Edhe quan dosje me fraksion, edhe nga 2015 e hapën në 2025-ën. Kjo histori mund të ndodhin prapë dhe me Arubën. Dhe Aruba nuk është prodhim shqiptar, duhet t'ua themi njerëzve. Aruba është prodhim belg dhe spanjoll. Belgët dhe spanjollët shkuan duke jetuar klanin Osmani, vëllezërit Osmani nga Kosova, Bashkimi Osmanin dhe vëllezërit e tij, të cilët janë problematik për Interpolin Europian dhe botror, po të duash, hetuan dhe kur shkuan në ky takimi i Arubës i datës 24 janar i 2019 deri në 31 janar, se kanë 7 ditët atje. Që ka për këtë takimin, duke qenë se këta vëllezërit Osmani nuk mund të shkonin në Amerikë se ishin non grata, nuk mendin, po zgjodh ky o këtu, dhe Artur Sheu ka qenë kumbari që ka organizuar takimin, dhe sipas të gjitha të dhënave, aty kanë qenë të pakën 2 emisarë të qeverisë shqiptare, nuk e di atë Edi Ramës apo jo, po them qeverisë shqiptare përderisa nuk kam tagën për ta thënë në mënyrë ndryshe. Kanë qenë 2 zyrtar? Po, kanë qenë 2 zyrtar, dhe teorikisht dhe praktikisht nga ajo që kanë nxjerr hetimi i dosjes të Interpolit Europian, pra të Brukselit zyrtarëve dhe të spanjollëve, sa ata e kanë hetuar çështjen, aty është ndarë se si do trajtohet Shqipëria, si do trajtohet Tirana me kullat që do ndërtoheshin, si do trajtoheshe Putrindi, si do trajtoheshe Vlora, si do trajtoheshe Shëngjini edhe gjithë. Pra janë ndarë në pjesa më e mirë e bredetit shqiptar, do ta merrte atë pjesë, do ta merrte Andi, atë do ta merrte Avari, Nardi e gjithë me radhë. Kjo ka qenë historia e Arubës. E ka nxjerr sot SPAK-u, është duke jetuar në momentin kur do t'i vinë i vëshkëllim, them unë gjithmonë atyre Elida Kaçkinit edhe Altin Dumanit, që të vënë me frenadora, do të rreqin frenadorës. Kur di thon vazhdo, do vazhdoj. E qartë, faleminderit avokat. Unë kam dhe një pyetje për ju, zoti Avari, për sa i përket këtyre dosjeve, gjatësia e timit, si e keni parë, nga njëra anë këta shpallën në kërkim shkojnë emrat në policia aty pasaj sikur si gjen dot, jo vetëm këtë dosje, por në shumë dosje të tjera, ca kanë ikur jashtë. Ne kuptoj. Shikoni, zoti Altin Dumani në ca operacione të rëndësishme që bëri në arrestime, bashkëpunoi me policinë e shtetit dhe operacioni u dekonsiderua. Dekonspirua, po. Dekonspirua, më falë. Jo, s'ka gjë, jemi okej. U dekonspirua. Se kemi dhe një orë këtu. Ai e bëri publike këtë gjë. E akuzoi drejt për drejt policinë e shtetit, si të pabesueshme për të bashkëpunuar. A shumë e rëndë. Dakor? Mjafton kujtoj të kthehem pas në 91-shin me Totorinon, me operacionin e famshëm italian, mbasi vranë Giovanni Falcone e mikun e tij. Borsellino, unë nuk kam dëgjuar që një policë të ketë të tradhtuar në operacion. Është një shtet i madh atje, gigant, zero. Këtu është një situatë shumë e rëndë. Pra, në këtë moment humbet besimi
Ata janë 20 prokuror, 20 prokuror. 20 prokuror dhe 60 Tani, imagjino, 20 prokuror, gjykata e Elbasanit, paracakosh, mori në hetim dhe gjykoi gjyqtari, 5 pedagogë pseudo, ishin shitur notat, përkthyer me misre me grur me patate, dhe në fund tha gjykatësi që nuk është kompetencë time, e kaloi Spakut. Tani. Ishin grup kriminal. Tani Dumani do merret me bandat kriminale që tatë më sipër me këtë situatën e Zvërnesit, dhe do merret ndërkohë me patatet e Elbasanit. Drejtësia shqiptare, gjithë administratë totale është me problem korrupsion i jashtëzakonshëm, kryeministria, zëvendës kryeministri, ministrat arrestuar, është një situatë alarmante e jashtëzakonshme dhe njerëzit këtë gjë duhet ta kuptojnë. E vetmja shpresë, tre partnerë ka populli shqiptar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e fortë. Nuk lëvizin nga istikami. Evropa që sigurisht ka ato problemet e veta, edhe Spaku, besimi. Ata nuk mundet dot, sepse avokat ju jeni në kontakt edhe tani ka dalë kjo vjedhje inteligjente apo jo? Po. Ai kryetari i Bashkisë së Tiranës që është arrestuar dhe administrata publike shkon atje dhe mbron hajdutin e vet. Është dhe morali, është situatë e rëndë. Do shkojë zyrtari i shtetit, mbroj hajdutin, shefin e vet, është akuzuar për vjedhje, ai shkon atje, e kupton se ato turpi, ata direkt duhet shinërur që të gjithë kanë detyra. Janë pa besuar se mund të jetë. I paguan populli. Dhe ai shkon mbron atë Erion Velini, është akuzuar për vjedhje. Ka, sa i bën? 2 vjet? Sa i bën? Gati, 1 vjet e gjysmë. Tani, vjedhje inteligjente që këta vuajnë, mezi i hetojnë, të shkosh atje, dhe të hetosh këtë Lupo Vecchion, Sali Berishën, që pas ka filluar që në Bovill me qatë gjova ato parat unë, e ka filluar shpejt miku, ka përfshirë dhe fëmijët. E i turprojnë dhe fëmijët, se një baba dinjitos, dhe që të hajë, bëjnë shkollat të dalin inxhinjera, profesorë me sjetë, jo të ngatrojnë shfutun që tani janë zhytur me gërdece, me qatë dhe. Tani, nuk kanë mundësi potenciale njerëzore njerë, profesionale, janë të pak në numër, dhe kjo u avështison shumë punën, se kanë shumë ngarkesë. Përveç që botë skrimit, dëgjojmë ne, sepse s'dim jo, vazhdojnë hetim me populli harron, ta arrestohen, dënohen, ikin tani grupi i fundit që i dënuar me burgpërjetshëm këta. Edhe të tjera e bën. Po i rasti për ndërvishjet dhe atentatet. Po bravo, aty u bën punë shumë dhe kjo duhet besuar dhe ata duhet mbështetur në çdo moment dhe s'mund t'i akuzosh dot pse s'ke shpejtuar ti, se e din ata, unë e kam shumë të qartë. Për një çështje të vogël e di shumë mirë avokati. Po nuk i qepë mirë ato dosje, prokuroria ti bëj të saktë, policia që aty fillon. Ti qen vend ngjarje. Të plotësoj mirë dokumentacionin, dakord? Me prova materiale të t'ia shosh në të sakta shkencore, ti marr prokurorin dhe prokurori ti shoh të bashkëpunojnë dhe t'i jap gjykatësit. Dhe gjykatësi e merr pastaj edhe kur shef që dosja është e kompletuar, ai pastaj fillon punon me kod procedure, kod penal e kam i tavolin, nga 1 deri në 10 i jep 5 është problemi i tij. Ky është problemi i mbyllur, më kupton? Kjo është një pengesë, si thua, shumë e madhe që ata u imponon, jo se ata kanë dëshirë. Për pjesën që tha avokati që tërhiqen apo zbyten, kjo mund të ndodhë, janë taktika. Se në luftë ka dhe tregje. Edhe pastaj ka sulm. Vjen momenti i saktuar për figurat të rëndësishme, duhen të plotësojnë mirë ato hetimet, të jenë të kopësitura dhe mund të tërhiqen në gjëra të veçanta, ama ata nuk janë vetëm aty apo jo. Jo. Ata janë ata ustadharët e gjithmonë. Të lutem. Ata po s'janë ata aty. Ata miku im, ata nuk të falin. Jo. Aty ata kanë. Ata flen aty. Ndaj unë jam besim plot Andi, djalosh para meje, që ajo strukturë është vetëm një strukturë e besueshme sot për sot në Shqipëri. Të gjithë të tjerët janë pa besueshme. Edhe GKK-ja. Me shumë respekt. Po, jam brenda tyre. Po, dakord. Jo, jam brenda kodaritu. Kur them Spaku, struktura komplet. Apo është jashtë? Jo, s'janë jashtë. Po thjesht po them. Këtu po dua të them që ti vija në ndihmë argumenti. Mirë bëre, faleminderit. Këtu nga ky kuadrat del jashtë gjykata e lartë, kushtetuese. Ata nuk ka lidhje hiç. Edhe apeli. Dakor? Jemi rregull, hajde. Këta këtu nuk u diskutohet. Ta dëgjojnë gjithë shqiptarë sa na dëgjojnë te kjo studio juaj. Mashallah na dëgjojnë. Shumë bukur, më bëhet shumë qefi, ta dëgjojnë mirë, ta kenë këtu të fiksuar se kuptohen, njerëzit e zakonshëm do fillojnë të erdhin, por kam qenë njëri i ligjit. Dhe avokati është njëri i ligjit, pavarësisht që nuk është avokat, po merret me atë punë gjithë ditën, dakor, me ligjet merret. Në mënyrë, unë të them në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute.
që aty është cilësia më e lartë e profesionalizmit shkencor në drejtim të drejtësisë.